Qëndrimi im është gjithmonë ka qenë kërkesa për fitore dhe për rezultate të mira. Çdo rezultat kërkon edhe reflektim mbi shifrat, numrat edhe rezultatet që i merr subjekti politik. Tani kemi takimin e kryesisë, edhe janë 2 pika, sigurisht ajo që intereson subjektit tonë politik, analiza e rezultatit zgjedhor, por edhe konstruimi i institucioneve të reja të dalura nga zgjedhjet e shtatërshme. Kur po flasim për zgjedhjet edhe rezultatet zgjedhore, është kërkuar shkarkimi i Abdigjikut, është folur edhe për çështjen e nënshkrimeve që janë duke u mbledhur për të shkarkuar kryetarin e LDK-s. Si e komentoni këtë? A jeni pro shkarkimit të Abdigjikut edhe a ka më diskutuar kjo çështje në mbledhjen e kryesisë? Unë kisha kërkuar mirëkuptimin që edhe në aspektin personal, por edhe në atë që ka përfaqësoj, edhe si strukturë organizative LDK-s, e preferoj debatin brenda subjektit tim politik, në ruajtjen e unitetit edhe të kërkesës çdo herë për fitore, por çdo rezultat kërkon edhe reflektim mbi shifrat, numrat edhe rezultatet që i merr subjekti politik. Kështu që na japni mundësinë që të bisedojmë. Qëndrimi im është gjithmonë ka qenë kërkesa për fitore dhe për rezultate të mira. Pas diskutimit që do ta kemi, të shohim edhe informacione tjera, statistika tjera. Ju premtoj që do të deklarohem për takim. Nuk e di përbes. Nuk e di, është konfirmuar dhe nga vetëvendosja një takim më tjetër nëse do të jetë i përbashkët mes gjitha partive apo veç e veç. Cili do të jetë qëndrimi juaj dhe jeni pro një koalicioni? Ky është ndoshta reflektim nga ajo mënyra se si ka funksionuar zotëri Kurti, duke u paraqitur si patron ta quaj kështu edhe kushtetutës edhe i ligjeve, ndoshta edhe rezultatet zgjedhore. Demokracia flet mbi numrat, po i ka dhe rregullat e mbrëmshme. Mendoj që i ndihmon demokratizimit nëse çdo kush e kupton që asnjë subjekt politik nuk mund të udhëheq i pavarur në kuptimin me të gjitha institucionet, atëherë kalojmë në një situatë e cila nuk është e favorshme dhe është luftuar nga populli i Kosovës që të kemi një sistem një partijak ta quaj kështu. Ajo është kërkuar në shkrimet për shkarkimin e Abdigjikut juve personalisht? Dëgjoni, në nënshkrimet kërkohen për kuvend të jashtëzakonshëm, sepse ne kemi pas një kuvend të rregull. Po, kanë kërkuar për kuvendin e jashtëzakonshëm. Sigurisht që po. Atëherë do të po flasim pas. Keni dhënë nënshkrimet? Do të flasim për të gjitha. Unë po ju premtoj nëse jeni këtu do të flasim për nënshkrimet, për numrat, për situatën për gjitha. Bashkë të treja gatshme për bashkëpunim me vetëvendosjen për institucionet. A do të përgjigjeni pozitivisht takimit? Po LDK asnjëherë nuk është larguar nga tavolina, do të thonë ju e dini edhe kur ka pasi një rem, Liga Demokratike e Kosovës, do të thonë ka qenë e përgjithshme në kërkesën për të japin mundësi krijimit të institucioneve të reja. Por fatkeqësisht ato që thash, mënyra se si ka funksionuar zotëri Kurti dhe si e ka çuar vendin në zgjedhje, ne tash e kemi edhe këtë situatë. Ne po flasim për 2 parë zgjedhje brenda një vitit kalendarik, po flasim për zgjedhje nacionale. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe, dëmi më i madh që ju ka bërë nga lëvizja vetëvendosje qytetarëve të vendit, ekonomisë, por edhe mirëqenies.